Horoskopi ditor, e enjte, 1 janar 2026. Dashi dashur, viti i ri zbulon mundësi të reja. Sot, një shtrirje e Marsit ndes shpirtin tuaj aventuresk, duke ju shtyr drejt përvojave të reja potenciale. Profesionalisht mund të përballeni me vendime që kërkojnë mendim të shpejtë. Prandaj besoni instinkteve tuaja. Maturia financiare mund të lehtësojë çdo barë fiskale të dukshme nga shpenzimet e fundit. Në jetën personale, dikush i veçantë mund t'ju hapë syt drejt një perspektive të ndryshme, duke pasuruar forcën tuaj emocionale. Do të ndiheni të tërhequr nga aktivitete që sfidojnë rutinën tuaj të zakonshme. Hyni me guxim në to ndërsa ushqeni lidhjet me të dashurit që ushqejnë zjarrin tuaj. Ndërsa mbrëmja bie, gjeni kohë për të çlodhur dhe vizualizuar qëllimet që dëshironi të përmbushen këtë vit. Konsideroni meditimin për të kultivuar qetësinë e brendshme mes trazirave të ditës. Mos harroni, veprimet e vogla strategjike tani përgatisin skenën për rezultate të mëdha më vonë. Universi favorizon guximin tuaj. Prandaj përqafoni ndryshimin dhe lejoni që shpirti juaj pionier të udhëheqë rrugën drejt një viti premtues 2026. Përqendrojeni energjinë e sotme me mençuri. Demi. Ndërsa agon viti 2026, përshtatni mendimet tuaja me stabilitetin dhe progresin. Dita e sotme ofron një energji toksore, fal ndikimit të Venusit, duke ju udhëhequr aspiratat tuaja në punë dhe dashuri drejt realizimit të tyre. Do t'i gjeni ndër veprimet profesionale veçanërisht të dobishme nëse i afroheni me një mendje të hapur dhe gatishmëri për të përshtatur. Perspektivat financiare duken të qëndrueshme, por kërkojnë analizë të kujdesshme të investimeve dhe shpenzimeve. Më pas, shfaqet një fokus në shëndet. Jepni përparësi ekuilibrit, duke përfshirë rutina të reja për të lehtësuar si mendjen ashtu edhe trupin. Në frontin e marrëdhënieve, përqafoni komunikimet e dashura ndërsa ato forcojnë lidhjet. Ana ushqyese e personalitetit tuaj do të shkëlqejë veçanërisht, duke rritur lidhje me partnerët ose interesat e mundshme të dashurisë. Lejoni që ana juaj artistike të lulëzojë, duke u kënaqur me hobi që nxisin kreativitetin dhe gëzimin. Ndërsa bie nata, reflektoni mbi arritje dhe mësimet tuaja nga viti i kaluar, duke vendosur vendime realiste për rritje personale. Ndryshimi i bazuar premton një rrugë të begat përpara. Durimi do të jetë aleati juaj më i madh sot. Binjakët. 1 janar 2026, hap një kapitull të mbushur me kuriozitet intelektual dhe angazhime shoqërore. Natyra e dy fishtë shenjës suaj balancohet me ndikimin e Merkurit sot, duke fuqizuar komunikimin dhe vendimarrjen. Lëreni intuitën t'ju udhëheqë, veçanërisht në rrjedhimin dhe sipërmarrjet bashkëpunuese ku idetë tuaja mund të tërheqin admirim. Për më tepër, prisni surpriza të këndshme në mjedise shoqërore, duke ndezur potencialisht shkëndija miqësie apo edhe romancë. Profesionalisht, besoni shkathësisë në përshtatjen e strategjive, ndërsa mund të lindin ndryshime të paparashikuara. Financiarisht, rishikoni zakonet tuaja të buxhetimit. Ndryshime të vogla sot hapin rrugën për fitime më të konsiderueshme këtë vit. Investimi në zhvillimin personal ose të mësuarit mund të pasurojë ndjeshëm perspektivën dhe aftësitë tuaja. Nga ana e mirëqenies, balanconi stimulimin mendor me aktivitetin fizik për të ruajtur shëndetin e përgjithshëm. Mbrëmja mund të ftojë dialog kuptimplot me të tjerët, duke zbuluar vizione të përbashkëta për të ardhmen. Duke qëndruar të hapur dhe me zemër të hapur, sot premton rritje dhe gëzim. Hapni me besim, duke përqafuar të gjitha shtresat e përvojave të ofruara. Gaforria. Yjet inkurajojnë butësisht kujdesin për veten dhe vetanalizën ndërsa fillon viti 2026. Sot, ndikimi i hënës frymëzon një tërheqje drejt mirëqenies emocionale, duke nxitur reflektim mbi përvojat e kaluara. Marrëdhëniet janë të theksuara. Ushqeni lidhjet me familjen ose miq që ofrojnë mbështetje dhe mirëkuptim të palëkundur, pasi këto lidhje do t'ju mbështesin gjatë gjithë tranzicioneve. Jeta juaj profesionale përfiton nga empatia dhe bashkëpunimi, ku aftësitë e dëgjimit dëshmohen të paqmueshme. Financiarisht, përqendrohuni në strategjitë e kursimit. Kursimet graduale sot mund të çojnë në siguri të konsiderueshme më vonë. Kanalizoni kreativitetin në projekte personale, duke nxitur një ndjenjë arritje dhe qetësie. Në frontin e shëndetit, ushqeni shpirtin tuaj përmes teknikave të relaksimit ose ndjekjeve artistike që përputhen me dëshirat e brendshme dhe ofrojnë një pushim nga rutina. Ndërsa dita zhvillohet, kultivoni mirënjohjen për mësimet e kaluara dhe parashikoni arritjet e ardhshme me qetësi dhe besim. Lëreni që zbaticat dhe zbaticat e kësaj periudhe tranzicioni të udhëheqin veprimet tuaja.
Lejoni që energjia hënore e drejtuar intuitivisht të hartoj rrugën tuaj të butë përpara sot. Luani. Ushqeni ambicjet tuaja ndërsa një energji e gjallë ju udhëzon më 1 janar 2026. Pozicioni i diellit rrezaton përmes përpjekjeve të guximshme, duke sugjeruar një ditë të mbushur me mundësi për të udhëhequr dhe frymëzuar. Profesionalisht, idetë inovative mund të tërheqin vëmendjen dhe të katalizojnë projektet në veprim. Përqafoni vizionet krijuese dhe përgatituni t'i shprehni ato me vendosmëri kur të thirren. Në aspektin shoqëror, karizma magnetike tërheq lidhje të reja dhe ekzistuese, duke nxitur ndërveprime të gjalla që mund të hapin dyert për partneritete të papritura ose angazhime komunitare. Në një front financiar, përpjekjet e qëndrueshme premtojnë rritje, por qëndroni të kujdesshëm në lidhje me shpenzimet spontane. Prioritizoni shëndetin, duke përqafuar aktivitete që fuqizojnë trupin tuaj dhe rrisin vitalitetin. Dëgjoni ulërimën tuaj të brendshme, duke u përqendruar fuqishëm në fitimet dhe aspiratat afatgjata. Mbrëmja ofron një shans për të çlodhur mes individëve me mendje të ngjashme që vlerësojnë autenticitetin dhe entuziazmin tuaj. Përforconi vendimet që përputhen me një vizion të nxitur nga zemra për sukses dhe përmbushje. Shfrytëzoni forcën optimiste që ju përcakton dhe lejoni që zjarri i sotëm t'ju motivojë hapa drejt arritjeve transformuese. Virgjëresha. Saktësia në planet tuaja të strukturuara përcakton tonin më 1 janar 2026. Nën udhëheqjen e Merkurit, rruga e organizimit të kujdesshëm ofron hapa të sigurt drejt ambicjeve tuaja. Sot, vendosni objektiva efektiv në jetën tuaj profesionale duke rafinuar strategjitë dhe duke ju përmbajtur standardeve praktike. Komunikimi luan një rol kyç. Paraqitja e ideve të hulumtuara mirë mund të japë përshtypje me ndikim. Financiarisht, planifikimi i kujdesshëm nxit stabilitetin, vlerësoni buxhetet profesionalisht. Jeta personale inkurajon vendosjen e kufive për ndërveprime pas stres me të dashurit që mund të kenë nevojë për dëmshurinë tuaj. Konsideratat shëndetësore nxjerrin në pa rutina që optimizojnë ekuilibrin mendor dhe fizik, duke nxitur ndryshime të vogla në stilin e jetës. Kreativiteti lulëzon përmes qasjeve të zgjidhjes së problemeve ndërsa përballeni me sfidat me hir. Mbrëmja fton reflektim të qetë, perfekt për të mbajtur shënime dhe për të hartuar strategji mbi projektet personale. Përputhni dëshirat instiktive me vlerësimet metodike, duke kuptuar thellësinë e potencialit tuaj dhe disiplinën e tij të kërkuar. Përqafimi i këtij ekuilibri harmonik siguron që veprimet e qëllimshme të sotme premtojnë rezultate të frytshme dhe shpërblyese. Kapni momentin e drejtuar nga struktura. Peshorja. Ekuilibri në qasjen tuaj nxit harmoninë më 1 janar 2026. Venusi mbush me sharmin të gjitha ndërveprimet sot, duke sugjeruar momente ku diplomacia e shndërron rastësinë në marrëveshje të favorshme. Profesionalisht bashkëpunoni bujarisht duke gjetur ekuilibër në ndarjen e detyrave për të rritur produktivitetin. Dinamika relacionale përfiton nga ndikimi juaj i butë, ndërsa drejtoni diskutimet, nxisni rritjen dhe mirëkuptimin. Erat financiare ndryshojnë pak, duke rekomanduar kujdes në investime të konsiderueshme. Jepni përparësi lëvizjeve të vogla dhe të llogaritura. Në një front personal, inkurajimi i vetes në ndjekjet artistike ose hobi krijuese rigjallëron gëzimin dhe inovacionin. Nga ana shëndetësore, angazhohuni në ushtrime qetësuese si yoga ose meditimi, duke ruajtur qetësinë me shqetësimi të mundshëm. Orët e mbrëmjes parashikojnë një kohë të qetë për të ushqyer marrëdhëniet ose për të shijuar qartësinë reflektuese të vetmisë. Shkruani ose vizualizoni aspiratat tuaja qartë, duke i lidhur ëndrat me qëllimin praktik. Reflektimet e fundit mbi ndërveprimet e kaluara hapin rrugën për vendime të thella në vitin e ri. Besojini mençurisë suaj të brendshme të kultivuar, duke u përqendruar në rritjen harmonike dhe qëllimet e harmonizuara gjatë gjithë ditës. Akrepi. 1 janar 2026 drejton fokus intensiv drejt ambicjeve transformuese. Marsi energjizon aftësitë tuaja strategjike, duke inkurajuar një shtytje të vendosur drejt qëllimeve afatgjata. Profesionalisht shfrytëzojeni këtë energji për të përballuar sfidat, duke pohuar potencialisht kontrollin mbi projektet ose objektivat kyçe. Kthesat financiare mund të jenë surprizuese. Mund të rimendoni strategjitë e investimit për të favorizuar sipërmarrje më të reja dhe inovative për kthime të dobishme, duke joshur kërkuesit e perspektivës drejt rrugës suaj. Në aspektin relacional, ndershmëria e papërpunuar dhe angazhimi i thellë emocional forcojnë lidhjet, duke rritur lidhjet me ata me temperament ushqyes. Vëmendja ndaj shëndetit anon drejt qëndrueshmërisë së qëndrueshme mendore,
Praktikoni teknikat e menaxhimit të stresit për të shfrytëzuar ekuilibrin emocional. Konsideroni kanalizimin e kreativitetit të pasionuar në ripërcaktimin e jetës personale dhe përpjekjet ushqyese. Mbrëmja mund të sjellë zbulime përmes introspeksionit, duke dëbuar bagazhet e së kaluarës. Pranoni rinovimet e brendshme të vizionit, duke hequr shtresat të papërshtatshme për aspiratat e ardhshme. Përkthejini njohuritë e dukshme në veprim, duke çuar përpara shërimin dhe fuqizimin. Thellësia e qëllimshme përcakton të sotmen, prandaj besoni instinkteve transformuese. Shigjetari. Energjitë ekspansive nxisin fillime rigjallëruese për një janar 2026. Në ndikimin bamirës të Jupiterit, kërkoni horizonte të reja dhe përqafoni eksplorimin. Profesionalisht, peizazhi hapet për perspektiva inovative të nxënit ose bashkëpunime ndërkombëtare, duke nxitur etjen tuaj për dije. Angazhimi në përpjekje krijuese mund të shkaktojë shikime pasionante nga kolegët tuaj, duke pozicionuar idet në mënyrë të favorshme. Perspektiva financiare inkurajon diversifikimin e kujdesshëm në gatishmëri për mundësi luhatëse. Marrëdhëniet personale lulëzojnë përmes bisedave të sinqerta, duke thirrur admirim dhe rritje të ndërsjellë. Nisuni në aventura të përbashkëta, të cilat nxisin lidhje më të forta përmes kujtimeve të përbashkëta. Nga ana shëndetësore, kanalizoni optimizmin tuaj të lindur në rutina që njëkohësisht i përmbushin nxitje spontane dhe promovojnë një stil jetese të qëndrueshëm dhe aktiv. Mbrëmja pasqyron kohën për të medituar mbi pafundësinë e ëndrave, duke vendosur qëllime ambicioze por realiste për vitin. Përputhni këto njohuri me vizionet e ndikimit global ose transformimet personale që i keni parashikuar prej kohësh. Lejoni kuriozitetin entuziast të udhëheqë hapat, duke i besuar shpirtit eksplorues të sotëm sigur themel për potencialet e pashfrytëzuara. Britsjapi. Ndërsa fillon një janari 2026, Saturni jep rëndësi aspiratave tuaja. Dita e sotme thërret planifikim dhe zell. Organizohuni në mënyrë metodike dhe ndërtoni struktura që përmirësojnë rrjedhat e karrierës në mënyrë të qëndrueshme. Sferat profesionale kërkojnë përmirësime graduale. Integrimi i qasjeve të zgjuara teknologjike mund të forcojë projektet në vazhdim dhe të sigurojë reputacionin e ekspertizës suaj. Kujdesi financiar kërkon vlerësimin e shtigjeve fiskale, veçanërisht në strategjitë e kursimit afatgjat. Marrëdhëniet personale lulëzojnë në praninë tuaj të besueshme, duke forcuar lidhjet me stabilitet. Kënaqësitë e herëpashershme në kohën familjare balancojnë shkallët e punës dhe jetës. Përfitimet shëndetësore mbeten të bazuara në rutina, duke siguruar ekuilibrin. Merrni në konsiderat përfshirjen e praktikave meditative për qetësi mendore. Ndërsa bie muzgu, kënaquni me reflektim të qetë mbi momentet e arritura, duke gjurmuar linjën e mësimeve të nxjerra drejt aspiratave të ardhshme. Përballuni me sfidat me angazhim të palëkundur, duke mishëruar qëndrueshmërinë si një busull për sukses. Përshtatni energjitë e sotme me manifestimin e planeve të kuruara me kujdes. Këmbëngulja është fari që udhëheq përpjekjet tuaja përmes çdo shtrese të shtresuar. Ujori. Një janar 2026 zbulon eksplorime krijuese. Energjitë transformuese të sotme në ndikimin e Uranit katalizojnë inovacionin. Mbushin projektet me origjinalitet vizionar, duke kapur imagjinatën dhe duke frymëzuar progresin e ardhshëm. Profesionalisht, metodat jo konvencionale shkëlqejnë sfidojnë rrugët tradicionale, duke ushqyer shpërthime rritjeje që mund të vendosin trende dinamike. Financiarisht, investimi në përpjekjet e lidhura me teknologjinë premton kthime progresive. Hulumtoni opsionet e imagjinueshme që përputhen me ndryshimet më të gjera globale. Marrëdhëniet personale përmirësohen përmes diskursit intelektual, ku ideimi dhe shoqëria lulëzojnë njohuri të ndërsjella. Fokuset shëndetësore theksojnë ekuilibrin. Eksploroni modalitetet alternative të shërimit që nxisin rinovimin holistik, duke ruajtur vitalitetin dhe nderimin kolektivisht. Mbrëmja gjen rezonancë në stimulimin e dialogut me kolegët që ndajnë perspektivën tuaj krijuese, duke konsoliduar aspiratat e përbashkëta. Vizualizoni devijimet e mundshme nga normat zakonore dhe përqafojini ato në mënyrë krijuese. Kanalizoni njohuritë elektrike të sotme në orkestrimin e ritmeve që rezonojnë drejt një udhëtimi të përmbushur, duke siguruar që ndryshimet e vazhdueshme të papritura të lënë gjurmë pozitive të qëndrueshme në kanavacën e jetës suaj. Peshqit. Një janar 2026 përqafojnë reflektimet intuitive ndërsa prania e Neptunit rrit aftësitë tuaja empatike. Zhytuni në vetë zbulimin e qetë, duke përqafuar nuancat introspektive të sotme.
Profesionalisht sinkronizoni njohuritë vizionare në projekte, duke lejuar kreativitetin të çojë në përparime konceptuale frymëzuese që meritojnë admirim. Fokusi financiar përputhet me ndjeshmërinë praktike. Kini kujdes në sipërmarrje spekulative, duke i mbështetur prirjet përmes rishikimeve sistematike. Marrëdhëniet rezonojnë thellë në shkëmbimet e dashurisë. Inteligjenca emocionale drejton zgjidhje më të buta, duke krijuar lidhje më të thella brenda ndërveprimeve komunale. Ndiqni aktivitete që ushqejnë aspektet shpirtërore, si nuancat artistike ose ndjekjet meditative, duke ripërtërirë shpirtin dhe ekuilibrin. Nga ana shëndetësore, prioritizoni rutina që harmonizojnë qetësinë mendore me vitalitetin fizik, duke pasuruar mirëqenien. Mbrëmja fton qetësinë e meditimit, duke gjurmuar shtigje që ndërthurin aspiratat nga sferat eterike në ndjekje të prekshme. Besojini intuitës suaj, duke shpërndar barrierat që pengojnë ndjekjen e autenticitetit. Ankoroni qëllimet me afirmime të mbushura me shpresë, duke lejuar që harmonitë qiellore të endim me hir rrëfimin e pasur imagjinativ të një viti. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.